Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Nderuari Rais I Bashkisë Fesë Islamit Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shaqir Efendi Fetav me bashkëpunëtor, nderuara familje mudarrizit tonë, të nderuar Haxhi Sharif Ahmeti, të nderuar bashkëpunëtor, Efendi Ler profesor, të nderuar deputet, antar të kryesisë Bashkisë Islame, kryetar të këshillave, të nderuar të pranishëm, Niko Qiri, dekani Fakultetit Studimeve Islame, drejtorët medreses, të nderuar Efendi Ler, profesorët dhe dashur student, zonja dhe zotrinj. I madhi Zot Xheleshanuhu në Kur'anin fisnik ndër të tjera thotë: Nasta'idhu billah, bismillah. Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Sa Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që është dhëndia. Allahu di çdo gjë që punoni. Ngritja në shkallë të lartë të Zotit Xheleshanuhu I atyre dietarëve që janë pajisur me dijen në kupton një vlerësim të shumëfisht shpirtëror, intelektual dhe shoqëror që te I kalon kufit e vlerësimit të zakonshëm njerëzor. Kjo ngritje nuk është thjesht status, por funksion, një mandat për të ndriçuar, reformuar dhe orientuar ndërgjegjen kolektive. Në thelb ajo përfaqëson gradën e afërsisë me të vërtetën dhe me vullnetin hyjnor, të fituar përmes dijes së dobishme dhe veprimit të drejtë. Edhe Muhamedi alayhis salam, pejgamberi ynë I fundit ndër të tjera thotë: Innal ulama'a warathul anbiya. Vërtet dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Haxhi Sharif Ahmeti përfaqëson figurën e dietarit që mishron në praktik parimin pejgamberik, nga se veprimtaria e tij dëshmon përkushtim të thellë ndaj rujtjes dhe transmetimit të dijes islame. Në këtë mënyrë ai vazhdoi denjësisht rrugën e dietarëve si trashëgimtar të misionit të pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam. Andaj, kam derën e veçantë dhe ndihem I privilegjuar që sot, para jush, të them disa fjalë dhe vlerësime për veprën të cilën po e promovojmë sot, Akaidi Islam, parimet, zhvillimi dhe shkollat, të autorit dhe mudarrizit ton dhe të shumë brezave para nesh, Haxhi Sharif Ahmeti. Në të vërtetë kjo vepër të cilën po e promovojmë sot është hartuar mbi bazën e ligjëratave që Haxhi Sharif Ahmeti I ka mbajtur për 2 vite para studentëve të brezit të parë të Fakultetit Studimeve Islame në Prishtinë, përkatësisht midis viteve 1992-1994. Që në fillim milionit të theksoj se kur u njoha me materialin e shtjelluar për 2 vite radhazi nga Haxhi Sharif Ahmeti para studentëve të Fakultetit Studimeve Islame, mendja më kthye më njëherë në periudhën e rinisime, në kohën kur isha nxënës I medreses Alaudin, vitet 1974-79. Ishte pikërisht ajo kohë kur Haxhi Sharif Efendiu ushtronte detyrën e drejtorit të këtij institucioni arsimor dhe njëkohësisht ishte profesor I lëndës së akaidit. Ky rikthim në kujtesën time më solli parasyve figurën e Haxhi Sharif Ahmetit, këtij personaliteti të rrallë pedagogjik dhe akademik. Si është nxënës si Haxhi Sharif Ahmetit dhe njëkohësisht si vazhdues I misionit që ai e konceptoi dhe mishroi me përkushtim të jashtëzakonshëm në mësimdhënien e lëndës së akaidit, si në medrese ashtu në Fakultetin e Studimeve Islame. Redaktimin e këtyre ligjëratave konsiderova si një privilegj të veçantë dhe një nder të thellë për mua, si dhe për kolegët e mi, që kontribuan në përgatitjen, redaktimin dhe botimin e këtij korpusi ligjërimesh, e cila përfaqëson një trashëgimi të çmuar intelektuale dhe teologjike. Ky angazhim I ynë sado modest në përmend synon të jetë një shprehje minjohje dhe respekti ndaj një personaliteti të rrallë të dijes islame, I cili me mendimin e tij të kthjellët, me disiplinën metodologjike dhe me përkushtimin e palëkundur ndaj edukimit, ka lënë gjumë të pashlyeshme në formimin intelektual dhe shpirtëror të brezave të tërë. Në këtë kuptim, ky botim përbën jo vetëm një akt redaktorial, por edhe një dëshmi të vazhdueshmërisë së misionit të tij arsimor
dhe një përpjekje për të ruajtur dhe transmetuar më tej të trashëgimit në hapësirën akademike bashkëkohore. Leximi i këtyre ligjëratave më riktheu gjithashtu në vitet e hershme, vitet e 80-ta të shekullit që shkoi. Një periudhë historike e mbushur me sfida të jashtëzakonshme politike, shoqërore dhe institucionale për popullin e Kosovës. Mund të them se ishte edhe koha e një rizgjimi të gjerë kombëtar ndërshqiptar, kur përpjekjet për shtërim nga sistemet represive të dorës së hekurt shoqëroheshin me aspirata për zëvendësimin e strukturave autoritare me vlera demokratike, liri qytetare dhe një riorganizim të thellë konceptual të shoqërisë në tërësi, në harmoni me zhvillimet evropiane dhe universale. Megjithatë, në kundërthënie të plotë me këto procese emancipuese, në Kosovë ishte instaluar një regjim institucionalizuar diskriminimi dhe apartheidi nga ana e Serbisë, i cili e bënte mbijetesën individuale dhe shoqërore jashtëzakonisht të vështirë. Në një realitet të tillë, jeta fetare, kulturore dhe arsimore e shqiptarëve por i ndërtoi me sakrifica të mëdha në ndrysninë e vazhdueshme dhe dhunën sistematike të riokupimit të ri serb dhe marrjes me dhunë edhe të asaj autonomie të kufizuar që kishim nga viti 74 në 89. Okupimi i cili çdo ditë më shumë shtrinte mekanizmat e tij të kontrollit dhe represionit kundër shqiptarëve. Në këtë kontekst të ndërlikuar historik dhe ekzistencial, angazhimi i dietarëve të përmasave të Haxhi Sharif Ahmetit përbënte një burim orientimi dhe një dritë udhërrëfyese për shoqërinë në përgjithësi e në mënyrë të veçantë për studentët e Fakultetit të Studimeve Islame dhe për besimtarët që kërkonin dije të qëndrueshme, qartësi, doktrine dhe stabilitet shpirtëror. Kontributi i tij nuk kufizoi vetëm në transmetimin e njohurive teologjike, por e shtrihej edhe në ruajtjen e kohezionit moral, fetar dhe kombëtar në rrethana të skajshme historike. Të nderuar të pranishëm. Ligjëratat të përfshira në këtë vëllim u mbajtën në një fazë themelore të historisë institucionale të Fakultetit të Studimeve Islame. Në kohën kur ky institucion sapo kishte hapur dyert si një qendër e re akademike e dijes islame. Edhe pse formalisht i pensionuar, Haxhi Sharif Ahmeti u rikthye në auditor me një ndjenjë të thellë përgjegjësie intelektuale dhe morale, për të vazhduar misionin e tij jetësor, mësimdhënien, transmetimin e dijes së pastër dhe formimin e brezit të arshëm të studiuesve dhe udhëheqësve fetar. Ligjëratat e përmbledhura në këtë vepër, të cilën përgatitësi i saj, ish studenti i tij, Dr. Sadik Mehmeti, me të drejtë e ka titulluar Akaidi Islam, parimet, zhvillimi dhe shkollat, të cilat ofrojnë një trajtim të gjerë dhe të thelluar të çështjeve themelore të besimit islam, duke u fokusuar në dimensionin teologjik, etik dhe praktik të tyre. Në qendër të këtyre ligjëratave qëndron njohja e njohshmërisë së Zotit xhaleshanuhu, si parimi themelor i besimit, i cili shtjellohet në lidhje të ngushtë me ndjeshmërinë fetare, me emrat dhe cilësitë e Zotit të madhëruar, si edhe me ndikimin që këto koncepte kanë në formimin e vetdijes të besimtarit dhe sjelljes njerëzore. Autori u qasë këtyre temave jo vetëm si çështje doktrinare, por edhe si baza të një morale dhe përgjegjësie të qëndrueshme individuale dhe shoqërore. Në këto ligjërata një vëmendje të veçantë kushtohet problematikës së lirisë dhe përgjegjësisë njerëzore, raportit ndërmjet vullnetit të lirë dhe kaderit, caktimit hyjnor, si dhe çështjes së mëkatit dhe pasojave të tij. Këto tema trajtohen në mënyrë të balancuar duke synuar të sqarojnë marrëdhënien komplekse ndërmjet veprimit njerëzor dhe vullnetit hyjnor, si dhe duke nxitur një kuptim të drejtë të përgjegjësisë morale dhe fetare të individit. Në këtë kontekst, ligjëratat ofrojnë një kornizë konceptuale që ndihmon lexuesin të kuptojë se besimi nuk e përjashton veprimin aktiv dhe të nxjerrshëm, por përkundrazi e fuqizon atë. Haxhi Sharif Ahmeti Efendiu gjithherë thënien e tij argumentonte me ajete kuranore dhe hadithe, por edhe me mendime të ndryshme të dietarëve islam. Disa nga ligjëratat në këtë vëllim ndalen gjithashtu edhe te temat që lidhen me dimensionin metafizik të ekzistencës njerëzore, siç janë shpirti, vdekja dhe jeta pas saj, si dhe konceptet të shpërblimit dhe ndëshkimit. Këto çështje trajtohen me një qasje reflektuese dhe edukative, duke synuar të nxisin vetdijen për koshmërinë e jetës toksore dhe për përgjegjësinë e njeriut për veprat e tij.
Një pjesë e rëndësishme e ligjëratave kushtohet edhe praktikave shpirtërore dhe marrëdhënies së njeriut me Zotin xhaleshanuhu dhe me të tjerët, përfshirë lutjen, dënmjetësimin, shefatin dhe ndihmën ndër të tjerëve. Këto aspekte paraqiten si mjete thelbësore për forcimin e lidhjes shpirtërore, për ndërtimin e solidaritetit shoqëror dhe për kultivimin e një etike të përgjegjshme dhe humane. Në shtjellimin e temave të akaidit, Mudarris Sharif Ahmeti, sikur se u tha, aplikon të një qasje analitike dhe racionale, duke i nxitur studentët të angazhoheshin në mendimin kritik dhe reflektim të pavarur. Logjika zinte një vend qendror në metodologjinë e tij pedagogjike, ai e konsideron të arsyen si një mjet thelbësor për të kuptuar dhe përvetësuar të vërtetat e besimit. Në këtë kontekst, ai thekson të vazhdimisht se në Kur'an nuk ka asgjë që bie ndesh me logjikën e shëndosh. Përkundrazi, shpalla hyjnore është në harmoni të plot me arsyen njerëzore. Sipas qasjes së tij didaktike, njeriu si krijesë e Zotit xhaleshanu është i pajisur në aftësinë njohëse dhe perceptuese që e bën të aftë të kuptojë dhe të përvetësojë edhe temat më të ndërlikuara teologjike dhe filozofike. Ky besim në potencialin intelektual të studentit e bënte procesin mësimor dinamik dhe gjithëpërfshirës, duke krijuar një ambient ku çështjet të ndërlikuara të besimit trajtoheshin me qartësi, argumentim dhe vetbesim intelektual. Si rezultat, mësimdhënia e Sharif Ahmetit jo vetëm që transmetonte njohuri, por formosonte një mënyrë të menduarit të strukturuar, racionale dhe të përgjegjshme ndaj çështjeve themelore të besimit islam. Një dimension i veçantë i këtyre ligjëratave është edhe trajtimi i zhvillimit historik të shkencës akaidit. Autori ndalet te etapat kryesore të formimit të saj, në sfidat intelektuale dhe polemikat teologjike që kanë shoqëruar këtë disiplinë, si dhe në kontributet e mendimtarëve dhe shkollave kryesore të mendimit islam. Ky kontekst historik i jep ligjëratave një thellësi shtesë analitike, duke ndihmuar lexuesit të kuptojë akaidin, jo si një sistem të ngurë doktrinash, por si një shkencë dinamike e formësuar në dialog të vazhdueshëm me realitetet shoqërore, kulturore dhe intelektuale të kohëve të ndryshme. Në këtë kuptim, ligjëratat ofrojnë një pasqyrë tërësore të strukturës intelektuale të akaidit islam, duke ndërthurur dimensionin normativ, racional dhe historik të tij. Këtë qasjen e bën materialin veçanërisht të vlefshëm jo vetëm për studentët e shkencave islame, të cilët gjejnë këtu një bazë solide teorike dhe metodologjike, por edhe për studiuesit dhe lexuesit e interesuar për themelet e besimit dhe të mendimit islam, të cilëve u ofrohet një kornizë e qartë, orientuese për reflektim dhe hulumtim të më të tjeshëm. Autori këtyre ligjëratave paraqet gjithashtu një trajtim të konsoliduar, historik dhe konceptual të themeluesve dhe të procesit të formimit të shkollave tradicionale të akaidit sunit, në veçanti të drejtimit Maturidi dhe Ash'ari, duke promovuar këtë trashëgimi klasike të mendimit teologjik islam. Ai sqaron se debatet doktrinare nuk linden si kundërvënie ndaj besimit, por si përpjekje intelektuale për të kuptuar dhe artikuluar me saktësi çështjet më delikate të shkencës së akaidit. Në këtë kuadër, vëmendja e veçantë i kushtohet interpretimeve të ajeteve mutashabih, synonuse apo alegorike, apo jo bollshëm të qarta për njeriu në kuptim, veçanërisht atyre që lidhen me emrat dhe cilësitë e Zotit xhaleshanuhu, me raportet ndërmjet lirisë dhe përgjegjësisë njerëzore, me çështjen e kaderit, caktimit hyjnor dhe me problematikën e mëkatit. Haxhi Sharif Efendiu argumenton se divergjenca ndërmjet shkollave nuk përfaqësojnë devijime doktrinare, por reflektime të metodave të ndryshme dhe racionale në shërbim të ruajtjes së pastërtisë së besimit. Andaj ligjëratat e këtij vëllimi ofrojnë një lexim të ekuilibruar dhe të përgjithshëm të trashëgimisë akaideologjike islame, duke pozicionuar atë si një disiplinë dinamike, reflektuese dhe thellësisht racionale në shërbim të besimit të drejtë. Të nderuar zonja dhe zotërinj. Shëndhënia e tij në medresën Alaudin të Prishtinës për gati 2 dekada, puna si drejtori i medresës, si mufti i Prishtinës dhe si kontribuesi pashosh në periudikët islam, dëshmojnë për integritetin, për kushtimin dhe vizionin e tij të gjatë. Kulmi i veprimtarisë së tij shkencore është padyshim përkthimi dhe komentimi i Kuranit Fisnik në 1988, një ndër veprat themelore të literaturës islame në gjuhën shqipe. Kjo biografi e pasur në Mudarris Haxhi Sharif Ahmetit
na bën të qartë se botimi në fjalë nuk është një përmbledhje e zakonshme ligjëratash, por një thesar i mendimit të një dietari me përvojë të gjerë, i cili ka ditur të ndërthur traditën, argumentin dhe saktësinë shkencore me qartësinë, butësinë dhe metodologjinë pedagogjike. Prandaj, me bindje them se kjo përmbledhje e këtyre ligjëratave të Haxhi Sharif Ahmetit në një libër është një akt me rëndësi të veçantë shkencore, kulturore dhe institucionale. Ky botim hedh dritë mbi trashëgiminë islame të Haxhi Sharif Ahmetit, njërit prej mendimtarëve më me ndikim në hapësirën shqiptare në gjysmën e dytë të shekullit 20. Përmbledhja e ligjëratave në një vëllim të vetëm i shpëton ato nga harresa dhe humbja në fletore studentësh, duke u dhënë atyre statusin e merituar të një burimi akademik të qëndrueshëm. Të nderuar pranishëm, për fund them se ligjëratat e Haxhi Sharif Ahmetit të mbajtura para më shumë se 3 dekadash për studentët e Fakultetit Studimeve Islame të Prishtinës dhe të paraqitura sot në formë vëllimi të botuar nën kujdesin e Kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës, të i kalojnë kufit e një përmbledhje të zakonshme akademike. Ato përfaqësojnë vazhdimsinë e zërit të një mësuesi të paharruar, i cili përmes qartësisë së mendimit, thellësisë doktrinare dhe përgjegjësisë pedagogjike vazhdon të frymëzojë brezat e rinj të studiuesve dhe të besimtarëve. Këto ligjërata ndërtojnë ura të qëndrueshme ndërmjet traditës klasike, islame dhe kërkesave intelektuale të kohës bashkëkohore, duke ofruar një orientim të qartë në fushën e besimit, etikës dhe formimit moral. Ato përbëjnë një thesar të çmuar të dijes së ideologjike, i cili jo vetëm që pasuron literaturën e studimeve islame në gjuhën shqipe, por dhe kontribon në konsolidimin e mendimit teologjik islam në kontekstin ton kulturor dhe shoqëror. Për kujdesja dhe angazhimi i Kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës në përkrahjen, përgatitjen dhe realizimin e këtij botimi, dëshmojnë qartë vetdijen institucionale për rëndësinë e ruajtjes, drejtimit dhe afirmimit të trashëgimisë intelektuale të dietarëve tanë. Ky botim si i tillë përfaqëson jo vetëm një akt botues, por një obligim moral dhe shkencor ndaj kujtesës kolektive, dijes së trashëguar dhe misionit arsimor të islamit ndër shqiptar. Ky botim përfaqëson një trashëgimi të qëndrueshme shpirtërore dhe intelektuale, një dëshmi të qartë të përkushtimit të një dietari të madh siç ishte Haxhi Sharif Ahmeti, ndaj dijes dhe misionit arsimor, si dhe një dhuratë të çmuar akademike për të gjithë ata që synojnë të njohin, ta kuptojnë dhe të jetojnë besimin islam me thellësi konceptuale, vetdije kritike dhe përgjegjësi morale. Bashkia Islame e Kosovës, sikurse deri më sot, edhe në të ardhmen të vazhdoj me përkushtim të botoj, promovoj dhe nderoj veprën e pedagogëve dhe ulemave tanë të çmuar, të cilët me punën e tyre, qoftë përmes fjalës së shkruar, qoftë përmes ligjërimit, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në shpjegimin, ruajtjen dhe përhapjen e fesë. I tillë mbetet Haxhi Sharif Ahmeti, një shembull i dietarit që jetoi me dije dhe për dije, një burim frymëzimi për të gjithë ata që synojnë të shërbejnë së vërtetës dhe dijes me përkushtim e sinqeritet. Dhe para se të përfundoj me këtë rast, para jush dëshiroj që porosis drejtorin për botime, zotri Ramadan Shkodrën, që të gjitha shkrimet e Haxhi Sharif janë të botuara, të mblidhen dhe të botohen në një koleksion i botimit të veçantë, në mënyrë që të ruhen sa më mirë që është e mundshme të ruhen. Ndër tjera më harrova në fillim ta përshëndes se kam një dozë nga Shqipnia këtu posion, që atje, zotni Nekiu në përshëndesim dhe na mentuajnë gjithëve, që na kanë nderuar sot nga Shqipëria ka ardhur dhe ka dhënë edhe më shumë domethënie këtij tubimi të sotëm. Zoti e nderoft në njeri respektuar dhe i nderuar gjithherë dhe ne ku shkojmë edhe në shtetin tonë amë në Shqipëri. Dhe për në fund krejt, ju ftoj që për shpirtin e tij, të Haxhi Sharif Ahmetit, të gjithë ne të këndojmë nga një Fatiha. Allah inshallah e ka graduar me xhenet për mundin dhe sakrificën që ka dhënë.